Hello, I'm Lulzi Morina and I'm in Prishtina, Kosovo. Sot vizitova familje të zhvendosura në rajonin e Prishtinës me qëllim që të mësojmë më tepër mbi kushtet e jetesës së tyre. Dalova në fshatin Badoc, ku shumë prej këtyre familjeve jetojnë. Fshati ka 80 shtëpi, të gjitha të ndërtuara për strehimin e familjeve të zhvendosura, si dhe 70 të tjera janë në ndërtimin e sipër. Kalova tek familja e Gjogjevishve me qëllim që ta takoj Ivicën, i cili është përkrahur nga Mersi Koc me një motoshar dhe kozë dore si pjesë e grantit për gjenerimin e të ardhurave. Tradicionalisht këtu, miqët përshëndeten ngrohtësisht tek pragu i derës. Aty takova Gjastojanin, i cili ishte duke lozur me nipin e tij Mlaxhanin, i cili ishte vetëm 1 vjeçar. Gjastojani ka një familje 6 anëtashe dhe të gjithë jetojnë në të njëjtën shtëpi. Familja e Gjogjevishve është zhvendosur këtu 4 vite më herët dhe që nga atëherë ata janë duke u munduar që të integrohen në shoqërinë e tyre të re. Edhe pse i moshuar, Gjastojani ju ndihmon fëmijëve të tij që të kujdesen rreth kopshkeve të tyre duke kositur barin me kosën e tij të dorës. Gjastojani këtë e bën falas pasi që edhe fëmijët e tij kanë probleme financiare. Më tutje në fshatin Graçanis takova Ivicën, i cili ishte duke sharruar dru për ngrohje dhe gatim për njërin nga klientët e tij dhe një njeri i quajtur Milosh ishte duke ndihmuar. Siç shpjegon Ivica, që të dy së bashku më herët kanë punuar në një ndërmarrje publike dhe para 3 muajve Miloshi humbi punën e tij. Që atëherë Ivica dhe Miloshi punojnë së bashku dhe ndajnë fitimin së bashku po ashtu. Ivica mendon se nuk është personi i vetëm i cili ju ndihmon njerëzve të papunë që të mbijetojnë. Ai njeh edhe njerëz të tjerë, të cilët posedojnë këtë virtyt të çmuar dhe beson se numri i tyre është duke u rritur dita ditës. Kjo më bën të mendojmë se sa shumë punë kemi për të bërë që të sigurojmë integrimin dhe vetëqëndrimin ekonomik të familjeve të zhvendosura në Kosovë, pasi që ato përballen me më shumë probleme se familjet tjera në përgjithësi. This is Lulzi Morina, Prishtina, Kosovo.